Lulzim Basha akuzon Ramën se refuzoi paketën me Kalister Plus. Opozita deklaron se ka pranuar plotësisht dokumentin e prezantuar nga Hoxh Brian Yi. Majoranca konsideron abuzim qëndrimin e PD-s dhe deklaron se garancia më e madhe është në 18 qershor. LSI kërkon zbatimin e plotë të planit të McAllister. Zgjidhet kriza politike në Maqedoni. Zaev merr mandatin për krijimin e qeverisë së re, dorëzohet presidenti Ivanov, pengesat tashmë janë kapërcyer. Mbyllen koalicionet në Kosovë, PDK nënshkrua në minutat e fundit me 2 forcat opozitare AAK dhe Nisma, kandidati liderëve të luftës Ramush Haradinaj. Prokuroria e Tiranës procedon penalisht 3 mjekë që operuan 15 vjeçaren Blerta Pepa, akuzohen për mjekim të pakujdesshëm me pasojë vdekjen e adoleshentës. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vision Plus. Opozita akuzoi sot kryeministrin Edi Rama se po refuzon paketën e integruar me McAllister për zgjidhjen e krizës politike. Në një deklaratë zyrtare, PD sqaron se ju përgjigj pozitivisht të gjitha kërkesave të parashtruara nga zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Hoxh Brian Yi, por Basha theksoi se me gjithë tërheqjen e madhe të opozitës, Rama u përgjigj me një dokument që qartësisht hedh poshtë propozimin amerikan. Opozita ka vendosur të zbardhë në mënyrë kronologjike të gjitha zhvillimet e 48 orëve të fundit si argument se përgjegjësia për bllokimin e marrëveshjes qëndron tek kryeministri Edi Rama. Në një deklaratë të përbashkët koalicionit opozitar, sqaroi se zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoxh Yi i propozoi të hënën Partisë Demokratike si rrugë për zgjidhjen e krizës politike paketën McAllister plus propozimet e kryeministrit Rama që mbajnë datën 3 maj. Opozita konfirmon se zyrtari i lartë amerikan i la 24 ora fat për të kthyer një përgjigje e nga ana e saj Partia Demokratike të martën në mesditë, së bashku me aleatët, sqaroi qëndrimin e saj tek ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu. Opozita pranon propozimin duke përfshirë mundësinë për identifikim biometrik të votuesve e numërim elektronik. Në përgjigje në ambasadorit Lu, u deklarua se udhëzimet nga zoti Yi ishin vetëm për të pranuar një po ose një jo, por jo kushte shtesë. Ai shtoi qartë se përfshirja e kushteve shtesë do të konsiderohet si një jo. Kreu i opozitës Basha deklaroi në përgjigje se qëndrimi i opozitës është i qartë në mbështetje të paketës. Pra një po. Ajo që opozita do të kërkojë gjatë dialogut për zbatueshmërinë janë garancitë për zbatimin e plot paketës. Kjo në pikpamjen e opozitës nuk përjashton shqyrtimin në mirëbesim të mundësive për identifikimin biometrik të zgjedhësve dhe numërimin elektronik të votave. Në deklaratën e saj, opozita sqaron se ka pranuar të votojë ngritjen e komisioneve të vetingut. Në përgjigjen e mëtejshme nga ambasadori Lu, ai kërkon që të konfirmojë gatishmërinë tonë për të votuar komisionet e vetingut pas marrëveshjes. Pas sqarimit të përbashkët se kjo është parashikuar në pikën 15 të planit McAllister, zoti Basha u përgjigj se poja opozitare ndaj propozimit të integruar përfshin zbatimin e pikës 15 të McAllister për votën në parlament për komisionet e vetingut. Partia Demokratike thekson se pas këtij momenti ambasadori amerikan Donald Lu ka nisur negociatat me kryeministrin Edi Rama. Mbrëmjen e djeshme, në orën 19, 3 orë pas afatit të rënë dakord, kryetari i opozitës u prezantua me një dokument, në cilin qartësisht kryeministri Rama rrëzon propozimin e integruar me McAllister Plus të prezantuar nga zoti Hoxh Yi. Opozita e konsideron refuzimin e propozimit të integruar me McAllister Plus të paraqitur nga zoti Yi një dëshmi tjetër që tregon qartë se qëllimi i vetëm i Ramës është të diktojë rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme, pa pjesëmarrjen e opozitës. Në deklaratën e saj, Partia Demokratike thekson se duke pranuar propozimin e integruar me McAllister Plus, të paraqitur nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoxh Yi, i cili nuk përfshin shumë nga kërkesat thelbësore të opozitës, koalicioni djathtë ka dëshmuar vullnetin për marrëveshje. E tashmë i takon kryeministrit Edi Rama të pranojë ofertën e paraqitur nga zyrtari i lartë amerikan. Por majoranca hodhi poshtë pretendimet e opozitës duke i quajtur abuzive deklaratat e saj, PS sqaroi se rezultat pozitiv do thotë garanci si asnjëherë më parë për opozitën në zgjedhjet e 18 qershorit. Partia Socialiste e quan abuzim qëndrimin e opozitës mbi procesin e negociatave për kapërcimin e krizës politike. Në një njoftim shpërndar mediave, theksohet se është mirëpritur çdo angazhim dhe asistencë e partnerëve ndërkombëtar. Partia Socialiste shpreh keqardhjen për abuzimet mediatike të ashtuquajturit koalicion opozitar, me një proces shumë serioz dhe delikat përpjekjesh për ta kthyer Partinë Demokratike në rrugën e arsyes. Angazhimi në këto përpjekje edhe i partnerëve strategjik amerikan
pas ezaurimit të gjitha përpjekjeve të miqve e partnerëve evropian të Shqipërisë dhe të vetë PD-s, është mirëpritur dhe konsiderohet prej nesh si mundësia e fundit për Partinë Demokratike për të hequr dorë nga shantazhet e rrugës dhe për të kthyer në rrugën e garës demokratike. Partia Socialiste nënvizon se mbështet përpjekjet me qëllim përfshirjen e opozitës në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit, por duke përcaktuar edhe një afat, atë të nisjes së fushatës zgjedhore. Partia Socialiste e mbështet fuqimisht këtë përpjekje të fundit dhe do të presë me durim, duke shpresuar deri në sekondën e fundit të rënies së gongut të fushatës zyrtare për një rezultat pozitiv në funksion të përfshirjes së PD-s në zgjedhje. Për Partinë Socialiste, rezultat pozitiv do thot garanci si asnjëherë për opozitën në zgjedhjet e 18 qershorit në respekt të kushtetutës, ligjit, interesit e qytetarëve shqiptar dhe sugjerimeve dashamirëse të partnerëve tanë ndërkombëtar. Filozofia e Partisë Socialiste e mishëruar në programin dhe në betejën e përditshme të qeverisë sonë për të bërë shtet nuk përjashton askënd dhe për asnjë arsye. Rregullat e bashkëtesës demokratike nuk vlejnë vetëm për qytetarët, por edhe për partitë politike. Asnjë parti politike dhe as të gjitha partitë politike së bashku nuk mund të pretendojnë e as të dalin mbi këto rregulla, e as të bëjnë pazare me këto rregulla. Përkundrazi, Partia Socialiste beson se duhet jetë forca e shembullit në përpjekjen për të bërë shtet dhe jo shembulli i forcës që thyen rregullat që asnjë qytetari nuk i lejohet të thyej. Shqipëria Europiane për Partinë Socialiste nuk është slogan, por një shtet dinjitoz, ku askush nuk është mbi kushtetutën dhe ligjin, thuhet në deklaratë. Qëndrimi i Salis Roz vjen në një moment kur kryeministri Edi Rama është shprehur i gatshëm për dialog me opozitën, brenda të gjitha përcaktimeve ligjore dhe kushtetuese. Ende nuk ka një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës për zgjidhjen e krizës politike në vend dhe mësohet se data e mbajtjes së zgjedhjeve është çështja që mban larg arritjen e kompromisit. Por negociatat vazhdojnë dhe ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu ka shkuar në selinë e Partisë Demokratike për të zhvilluar një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha. Një ditë më parë, diplomati amerikan takoi dhe kryeministrin Edi Rama. Këto takime zhvillohen pas vizitës së zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Yi, i cili ndërmjetësoi për arritjen e një marrëveshje që garanton pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhje. Pak minuta pas deklaratës së opozitës, reagoi edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Kreu i saj Petrit Vasili kërkon që të mos humbitet më asnjë orë më shumë për zgjidhjen e situatës politike. LSI sipas Vasilit i ka qëndruar dhe i qëndron pik për pik kompromisit të zotit McAllister dhe të mbështetur nga Fleckenstein dhe nuk ka nevojë të diskutohet më. Paketa, thekson Vasili, duhet të zbatohet pik për pik nga të dyja palët. Përgjegjësitë për bllokimin e zgjidhjes sipas LSI-s janë të atyre që nuk e mbështetën dhe nuk e mbështesin edhe tani propozimin e McAllister. Tashmë është koha për të dhënë fund këtij teatri jo transparent, e po ashtu edhe lërave politike që trondisin stabilitetin dhe sigurinë e vendit dhe të qytetarëve. Lëvizja Socialiste për Integrim është e gatshme të kthejë dhe postin e presidentit të Republikës në shërbim të zgjidhjes së shpejtë të krizës, ka theksuar Vasili. Dalemi tashmë tek zhvillimet në Maqedoni, aty ku Zoran Zaev mandatohet më në fund për të krijuar qeverinë e re. 2 ditë nga zgjatimi i afatit kushtetues, presidenti Ivanov është tërhequr duke theksuar se pengesat tashmë janë kapërcyer. Lideri i LSDM-s u zotua se do të ruajë karakterin unitar të Maqedonisë dhe tha se kabineti i ri do të krijohet shumë shpejt. Presidenti i Maqedonas Gjorgje Ivanov më në fund është dorëzuar dhe i ka dhënë mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë. Pasi i kishte këmbgulur prej javësh se duheshin garanci për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, ai pranoi gjatë dhënies së mandatit se pengesat që ekzistonin janë shmangur dhe tani duhet përmbushen detyrimet kushtetuese. Pengesat për ndarjen e mandatit për formimin e qeverisë së re janë mënjanuar. Koalicioni i udhëhequr nga LSDM, e cila ka shumicën në kuvend, ka propozuar zotin Zoran Zaev që të jetë kandidat, të cilit do t'i ndahet mandati për formimin e qeverisë. Edhe mandatari Zoran Zaev deklaroi se pengesat janë kapërcyer. Ai theksoi se garanton karakterin unitar të shtetit dhe integritetin territorial. Asnjë dokument, platformë ose veprim në kundërshtim me to nuk mund të jetë kusht për formimin e qeverisë. Pas marrjes së mandatit, Zaev u shpreh se kabineti do të formohet shumë shpejt. Brenda 10 ditëve do të formohet qeveri e re. Kam garantuar një Maqedoni unitare, multietnike dhe të pavarur. Përveç BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët, dëshiroj që në qeverinë time të përfshihet edhe Lëvizja Besa.
Edhe kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi e vlerësoi pozitivisht dhënien e mandatit nga presidenti Ivanov dhe pritet të caktojë seancën për votimin e saj. Një reagim erdhi edhe nga Brukseli që ka ushtruar jo pak presion ndaj kreut të shtetit për zbatimin e kushtetutës. Në një deklaratë të përbashkët të shefes së diplomacisë BE-s Mogherini dhe komisionerit për zgjerimin Han, përshëndetet vendimi i Ivanov e kërkohet që fryma konstruktive të vazhdojë në mënyrë që vendi të dalë nga kriza. Me një lëvizje surprizë, PDK ka vendosur të shkojë në procesin e 11 qershorit me AK-n dhe Nismën, duke kandiduar Ramush Haradinajn për kryeministër, ndërsa koalicioni tjetër përbëhet nga LDK, AKR dhe Alternativa. Vetëvendosja do të garojë vetme. Dy koalicione të rëndësishme para zgjedhore në Kosovë do të përballen në një betejë të fortë në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, ndërsa një prej partive kryesore opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, do të garojë vetme. Pak përpara skadimit të afatit për regjistrimin e koalicioneve, PDK arriti një marrëveshje me dy kundërshtarët e saj, partinë AK dhe Nismën, të cilësuar si koalicioni i luftës, që do të propozojë Ramush Haradinaj në postin e kryeministrit. Në koalicionin tjetër janë LDK e Isa Mustafës me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Alternativën e drejtuar nga Mimoza Kusari Lila. Kandidati për deputeti i AK-s Muharrem Nitaj shpreh optimist se ky koalicion do të fitojë. Pas një dyshim, koalicioni që kemi arritur sot me Partinë Demokratike të Kosovës do të jetë koalicion fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit. Marrëveshja me partnerin e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës nënkupton që lista e kandidatëve për deputet ndahet në përpjesëtim të barabartë. Në një reagim në rrjetet sociale pas zyrtarizimit, Ramush Haradinaj tha se do ta nderojë atë dheun, ndërsa kreu i AKR-s Bexhet Pacolli deklaroi se bashkë me LDK-n, ky koalicion do ta ndryshojë Kosovën. Jam i bindur se fitoria është me ne do t'i fitojmë zgjedhjet dhe me këtë fiton e mira në Kosovë, do të parandalohet e keqja. Kosova definitivisht do të ndryshoj. Kosova do të ndryshoj, do të vehet mbi nor duhur dhe do të ecë me një shpejtësi të përshpejtuar drejt perspektives euroatlantike. Lëvizja Vetëvendosje ndërkaq pritet të zyrtarizojë për postin e kryeministrit Albin Kurtin. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka caktuar 10 ditë fushat zgjedhore që nis në 29 maj. Në garë janë përfshirë 56 subjekte politike, 28 shqiptare dhe të tjerat nga pakicat. 3 mjekët që operuan 15 vjeçaren Blerta Pepa u proceduan penalisht në akuzën e mjekimit të pakujdesshëm me pasojë vdekjen e adoleshentes. Hetuesit ndërkohë kanë sekuestruar kartelën e vajzës dhe po presin përgjigjen përfundimtare të mjekëve ligjor. Dosja për vdekjen e 15 vjeçares Blerta Pepa, e cila humbi jetën një ditë më parë në Spitalin Kontinental, mbriti këtë mesditë në Prokurorinë e Tiranës. Rasti u referua nga policia me akuzën e mjekimit të pakujdesshëm, duke proceduar 3 mjekët, Tefik Zhurda, Jovan Kosta dhe Moebius Ulf. Ky i fundit ka qenë edhe mjeku kirurg i cili bëri ndërhyrjen. Sipas karterës mjekësore të sekuestruar, Blerta Pepa ishte alergjike nga pluhurat. Shkak i vdekjes, sipas ekspertizës mjekoligjore, dyshohet ketë qenë hipertermia malinja. Prokuroria e Tiranës ka bërdetur se hetimi do të përfshijë edhe mjekët e tjerë të spitalit, si edhe stafin që ka asistuar si infermier e ndihmës mjek. Po ashtu janë sekuestruar pamjet filmike të Spitalit Kontinental, pasi Blerta Pepa dhe familjarët kanë qëndruar në pritje për më shumë se 7 orë. Mjekët kanë dëshmuar se 15 vjeçaria nuk pati asnjë shqetësim para dhe gjatë operacionit, por komplikacionet nisen rreth orës 23:30, duke sjellë temperaturë të lartë, e cila ishte fatale për adoleshenten. 2 persona mbetën të plagosur mëngjesin e kësaj të mërkure në Krujë. Ngjarja ndodhi rreth orës 6:45 minuta në një lokal bastesh në qytet. Të plagosurit janë Ramazan Shullazi, 55 vjeç, dhe Genc Goga, 30 vjeç, të dy nga Kruja. Sipas policisë, shkak i ngjarjes që precipitoi deri në përdorimin e armëve ishte një konflikt qasti për motive të dobta mes autorit dhe 2 të plagosurve. Dyshohet se ata u konfliktuan për një femër. Në momentin e incidentit, palët kanë qenë nën efektin e alkoolit. Policia bëri të mundur identifikimin e autorit dhe shpalli atë në kërkim. Policia zhvilloi disa operacione duke arrestuar 12 persona, atyre u gjetën lëndë eksplozive, municione si dhe sasi të konsiderueshme kanabisi.
6 kg eksploziv të ndara në 30 kallope dhe 29 kapsula detonatore me fitil zjarr përcjellës u sekuestruan nga policia në Fushkruj. Operacioni koduar me emrin Saga çoi në pranga Vjollca Sorrën 42 vjeç, Edmond Demirin 32 vjeç, Robert Dokun 30 vjeç dhe Viktor Hanajn 33 vjeç. Materialet luftarake u gjetën në çantat e të arrestuarve. Edhe në Memaliaj policia sekuestroi municione luftarake dhe lëndë narkotike, ndërsa u prangos poseduesi i tyre. I arrestuari është Klejdi Mina, 22 vjeç. I riu i kishte fshehur municionet në një bodrum ku policia gjeti fishek, një kuti me 7 kapsolla detonatorësh dhe 2 kg kanabis. 4 trafikant droge u arrestuan në Durrës nga policia. Ata u kapën me 43 kg hashash të cilin po e paketonin për ta shitur në Tiranë. Në pranga Rana Gron Kurti, Pollum Boja, Lajdan Boja dhe Ferdinand Topi. Policia sekuestroi edhe 2 peshore elektronike dore, 2 automjetesi dhe 4 celular. Në Shkodër, policia ndaloi kryeplakun e fshatit Lekaj Nikol Plepi, 62 vjeç. Ai u arrestua pasi nuk raportoi kultivimin e kanabisit në zonën ku banonte. Policia kapi edhe 25 vjeçarin Altin Celi, i cili kishte mbjellë qindra rrënjë kanabis. Rreth 12 kg hashash u sekuestruan edhe në Vlorë, ndërsa është vënë në pranga një 24 vjeçar. Ai u kap në banesën e tij në fshatin Lapardha, ku policia gjeti sasinë e drogës. Kryeministri dhe kryetari i Bashkisë kanë preferuar t'ua shërbejnë vetë ushqimin fëmijëve në një prej kopshteve të Tiranës. Rama dhe Veliaj theksuan se investimet kanë bërë që të rriten shumë kërkesat për institucionet shtetërore. Kjo e mërkur ka qenë ndryshe për kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj. Ata u kanë shërbyer fëmijëve ushqimin në një kopësht në zonën e kombinatit. Kryetari i Bashkisë Veliaj tha se tashmë qytetarët e Tiranës së bashku me ambasadorë të huaj po i heqin fëmijët nga kopshtet private dhe po i sillen në kopshtet shtetërore. Kemi pas ambasadorin francez, dia them emrin e çerdhes private do të pas. Po hoqja nga private e huaj ndërkombëtar dhe solla në shtëpi. Si më habiti një ditë ishim me një vamulë në drejt pune, edhe çka mund të them ka ish lirë çerdhe. Çfarë ishte disa jemi në çerdhe. Mund ta çoj fëmijën. Mund shtetimi mbulon gjitha, po hoqja nga private sepse mënyra se si gatuajnë, çdo gjë gatuajnë privat. Drejtorisha për menaxhimin e kopshteve thotë se janë rritur shumë kërkesat për këto institucione. Vërtet është dëshira e madhe për të pranuar, por gjithmonë duhet raporti hapësirë fizike dhe burime njerëzore. Aktualisht sotim 2800 fëmijë në çerdhe në Tiranë, 4000 sotim, 4000 në Kokë. Fatkeqësisht, kërkesat janë për një vend deri në 10 kërkesa. Bashkia prej 2 vitesh po rikonstrukton kopshtet në Tiranë si një mënyrë për të rritur besimin tek prindërit dhe për t'u besuar për kujdesin e fëmijëve, institucioneve shtetërore. Biblioteka e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja është rikonstruktuar plotësisht, dy sallat e saj ofrojnë kushte komode për studentët që tashmë kanë në dispozicion edhe një sallë të re të konferencave shkencore. Në kohën e lirë apo pas mësimi, studentët e gjuhëve të huaja mund të studiojnë në bibliotekën e madhe të fakultetit. E rikonstruktuar dhe e krijuar me 2 salla, Rozafa dhe Argjiro, biblioteka ofron literaturën të gjitha gjuhët që studiojnë në fakultet. Gjatë inaugurimit të bibliotekës, por dhe sallës së re të konferencave shkencore, dekani Artur Sulla deklaroi ndryshimet që po ndodhin në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Një Shqipëri më pranë Evropës, nënkupton ringritjen e shpejtë dhe përafrimin me standardet e vendeve të zhvilluara të cilësisë akademike dhe kërkimit shkencor në Universitetin Shqiptar. Arritja e këtyre synimeve kërkon përmirësim dhe modernizim të mjediseve, të kushteve të veprimtarisë për stafin akademik, për stafin mbështetës dhe vetë studentët. Ministri e Arsimit Lindita Nikolla vlerësoi punën e stafit të pedagogëve për ta orientuar këtë fakultet drejt kërkesave të tregut. Në vitin që shkoi akademik, treguesit e cilësisë pranimit në të gjitha programet e studimit në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja kanë postuar rritje. Sigurisht ka ende shumë për të bërë. Kemi edhe një mundësi tjetër të dytë për universitetin për shëndoshjen e gjithë standardeve dhe treguesve që mundsojnë cilësinë, nga fakti që Universiteti i Tiranës dhe Fakulteti juaj është përfshirë në procesin e akreditimit nga Agjencia Britanike. Përmirësimi i infrastrukturës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja u financua nga qeveria turke dhe zyra e saj në Tiranë, Tika. Lulzim Basha akuzon Ramën se refuzoi paketën me Kaliser Plus. Opozita deklaron se ka pranuar plotësisht dokumentin e prezantuar nga Hoyt Brian Hill. Mazhoranca konsideron abuzim qëndrimin e PD-s dhe deklaron se garancia më e madhe është në 18 qershor. LSI kërkon zbatimin e plotë të planit me Kalister.
Zgjidhet kriza politike në Maqedoni, Zaev merr mandatin për krijimin e qeverisë së re, dorëzohet presidenti Ivanov, pengesat tashmë janë kapërcyer. Mbyllen koalicionet në Kosovë, PDK nënshkrua në minutat e fundit me 2 forcat opozitare, AK dhe Nisma, kandidati i liderëve të luftës Ramush Haradinaj. Prokuroria e Tiranës procedon penalisht 3 mjekë që operuan 15 vjeçaren Blerta Pepa, akuzohen për mjekim të pakujdesshëm me pasojë vdekjen e adoleshentës. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.